Përshëndetje nga kuzhina e Nerit, sot kam vendosur me përgatit një kek të butë si pamuku. Ja vlen ta provoni për me kafe ju knoç. Krejt çka ju nevojitën prej përverzve janë 4 vezë, 150 ml me vaj, 350 g miell, 300 ml me qumsht, 50 ml me ujë të nxehtë val, 200 g sheqer, 3 lugë të gjellës kakao. Këtu I kam pra 2 peciva, ju ja qetni edhe one 1 pecive gjys, pra për ndryshe 1 pluhur e gjys për pjekje. 1 sheqer vanil edhe bismillah fillojna me përgatitjen. Tek mikseri hedhim 4 vezë, mandej shtojna 1 sheqer vanile, sheqerin, edhe I tundim vezë derisa të bëhet pra një masë kremoze. Pasi që është bërë këtë mosa kremoze, tash të marrim 1 pecivë e gjys, pra ja qesim tek mielli. Kurrën e kemi lëshuar me nxehtë, temperaturë 180 gradë, pra 1 e gjys, gjysën lana. E përzina miellin me pluhurin për pjekje, tash marrim shtojna vajin, mandej shtojna ujin e vajit të nxehtë, e shtojna qumshtin 300 ml, shtojna miellin. E kemi përzi brumin, tash të gjysmën e brumit e qesim pra me tepsin për kemi ly me gjallë. Bismillah, gjysmën e lojna, ku ja qesim mandej ja shtojna pra kakaon. Tash të shtojna kakaon, ma pak se gjysmën e kom lënë brumit, pra ja qesim kakaon brenda, përzina me e kemi bërzi edhe brumin tashti me kakao, nali mikserin. Tashti bismillah ja qesim pra edhe brumin përmi pra me kakao, e shpërndojna në tepsi. Tash e marrim kështu pra një rrëmojse edhe e përzina brumin. Furra veç është nxehur, me njerë e fusim pra tepsin në furrën e nxehur në temperaturë 180 gradë. Edhe kekun e kemi pjek temperaturë 180 gradë për 25 minuta, duket kështu, nëse brumi pra nuk ngjitet për rrëmojsat, edhe keku është pjekur. Unë e kom lënë pak një 10 minuta me ftoftë, tash e bojna prerje, nuk është krejt I ftoftë, por I ngrohtë. Edhe kekun e kemi prerje. Po shihet të me ka një kafe e neve na beft mirë, juve po ashtu nëse e provoni. Bashk kom ju knoç I but si pamuk është. Me të vërtet ja vlen ta provoni edhe e shihni vetë për shijen. Faleminderit për përkrojnë që ma bani komentet e bukura e dini në recetën e radhës nga kuzhina e Nerit, ju them miru pafshim.